Nga portet e Ekuadorit dhe Brazilit drejt tregjeve europiane të kokainës, grupet kriminale shqiptare dhe ballkanike po konsiderohen sot si hallka kyçe të trafikut global të drogës. Arrestimi i shqiptarit Ervin Mata në Brazil ka rikthyer në qendër të vëmendjes aktivitetin e këtyre rjeteve në Amerikën Latine. Sipas hetimeve, ai dyshohet se shërbente si ndërmjetës mes furnizuesve të kokainës në Amerikën e Jugut dhe grupeve kriminale në Europë, kryesisht në Spanjë dhe Gjermani. Autoritetet ndërkombëtare prej vitesh po evidentojnë praninë në rritje të shqiptarëve në vende si Ekuadori, Kolumbia, Brazili dhe Meksika, ku dyshohet se kanë ndërtuar aleanca direkte me kartelet lokale të drogës. Ndryshe nga organizatat tradicionale latinoamerikane, grupet ballkanike nuk kontrollojnë territore përmes dhunës, por fokusohen tek logjistika, koordinimi dhe transporti i kokainës drejt porteve europiane. Një nga emrat më të njohur të këtij rjeti ishte Dritan Rexhepi, i konsideruar nga autoritetet si figurë kyçe e organizatës kriminale Kompania Belo. Ai u arrestua në Ekuador në vitin 2014, por hetuesit dyshojnë se vazhdoi të koordinonte trafikun e drogës edhe nga burgu. Në hetime është përfshirë edhe klani Farruku, një tjetër organizatë shqiptare e dyshuar për trafik kokaine nga Ekuadori drejt Europës. Një nga personat e lidhur me këtë grup, Ergys Dashi, u ekzekutua në vitin 2022 në qytetin portual të Guayaquil. Përveç trafikut të drogës, grupet shqiptare dyshohet se kanë ngritur edhe kompani eksporti për të fshehur kokainën në ngarkesa bananesh drejt Europës. Një nga rastet më të njohura është ai i Dritan Gjika, i cili sipas autoriteteve ekuadoriane kishte krijuar kompani eksporti në Ekuador për të transportuar drogë dhe për të pastruar miliona dollar. Hetimet ndërkombëtare tregojnë se rrjetet kriminale shqiptare janë kthyer në partner strategjik të karteleve latinoamerikane, ndërsa struktura e tyre e decentralizuar dhe fleksibile i ka bërë më të vështira për të goditur nga autoritetet ligjzbatuese.